Të lutem na fol pak për Aslan Rusin. Unë Aslan Rusin e kam njohur sepse një miku im, pak më i madh Jean Bonati, më merrte dhe për të parë stërvitjen e Dinamos kur kishin parkun, kur e bënin stërvitjen tek parku pas kryeministrisë. Unë jam një brezi që kam qenë 8 vjeç kur shikoja Dinamon që stërvitej te parku pas kryeministrisë, te parku i madh i sportiv. Do të thënë aty ku është tani ajo është pjesa me Fadil Kokomani dhe gjithë aty, dhe aty unë e kam parë Aslan Rusin për herë të parë. Si ishte? Ma përshkruaj pak. Një djalë i sjellshëm, i edukuar. Sa i gjatë ishte? 1.87. 1.87. Pas ka qenë shumë i gjatë. Po, kaq, pra, fizik i mirë, korrekt, mund ta konsideroj ndër voleybollistët më të mirë absolut. Të gjitha kohët. Madje po të tregoj një detaj që në ndeshje që zhvillonin jashtë, skuadrat flenin në një hotel. Flinin jashtë me ekipet kundërshtare, i binin natën derës edhe e lajmëronin, i thonin, hajde, do të vish me ne se ti je voleybollist. Jo, pse thua me zot ulët sigur është në atë kohë. Po imitoj se si binin derës, sepse kishte mbaruar për anglisht. Aslani, Po, dhe fliste shumë mirë anglisht, dhe lojtarët, drejtuesit donin ta menin me ekipin e tyre, pra që të lunte me shtetin. Cilë ekip? Kë ekip? Bullgarët për shkakun, që ishin, po flas për ekipin bullgar, ekipin kampion të Bullgarisë, CSKA-n, që jemi në fazën finale, dhe rinin në një hotel në Amsterdam. Në Bruxelles, rinin një hotel dhe ato shikonin një lojtar të jashtëzakonshëm te ky. Dhe natën i binin derës që Po ç'a ndodhi me Aslan Rusin? Aslan Rusi mbaroi karrierën në 72-shin, ky pothuajse e mbylli karrierën me Dinamon. Në ato vite që është edhe libër, shkëlqen Partizani, i dash fagut, hylli Tomorit dhe cikli i Dinamos fillon mbyllet. Dhe në 74 Partizani 73-74. Jo, si përfundoi jeta e këtij? Ky pastaj pati probleme shëndetësore, u nda me voleybollin, luajti me studentin e mbylli karrierën. Jo, si ishte historia e dashurisë këtij. Jo, atë se nuk i referohem shumë për një arsye që unë gjykoj që janë fjalë më tepër zhurmë e madhe sepse gjëra konkrete nuk mund të. Do na ishte Aslan Rusi dashuruar me vajzën e vet? Pa, s'mund të themi dashuruar të shitit, kur themi dashuruar, jemi unë e ti. Mund ta koqin sepse në stërvitje njiheshin, mund të kishin një miqësi pak më tepër, por nuk mund të them që ishte arsye ajo të cilën ndikoi në jetë. Të dashuruar, do thënë ti je dashuruar me gruan tënde dhe shkon në martesë, këtë quhen ti dashuri. Nuk mund të themi që në atë sistem, pra, një dashuri kaq sa Jo, për ata që na ndjekin se dinë historinë, këtu e kam fjalën. Jo, se nuk do t'i futem historisë, Landi, di pse? Sepse ne kemi përjetuar ato dhe unë kam dëgjuar shumë mrapa komentet, ne kemi përjetuar, nuk është aq sa edhe njërë për ata që, se ne jemi tjetër brez, ata që ta ndjekin. Tani, ky ishte i lidhur me vajzën e... Pas mund themi lidhur... Se ti e qënë dashuri vetëm kur kalon martesë. Jo, nuk mund themi lidhur. Një miqësi, edhe mund të ketë qenë se voleybollistë ishin në një klub, një ky sportist. Luante dhe ajo. Pa luajti shumë pak ajo, nuk është se me Dinamon e Krishtik Tartarit. Po në vitet 70 kur Dinamo u krijua, kur Krishtik Tartari e thiri ministri Mrençën më i tha që do ta lësh voleybollin e luajtur 72-shin, kur Dinamo mbylli ciklin në kampionatën në fazën finale të Europianit në Bruxelles, e thiri ministri Mrençën ka Zbiku tha do bësh Dinamon. Krishtiku nuk donte, ai urdhoi, pastaj Krishtiku me Xhel Cohen krijuan Dinamon e voleybollit. Dhe morën vajzat që ishin në shkolla ke Petronini, morën disa vajza. Po ishin dhe ato aty. Morën edhe Pranvera. Sa luti Pranvera? As 2 vjet s'ka luajtur me 2. Tani këtu lidh ajo me. Po këtu tash Aslan Rusi ishte 30 vjeç. Ishte në një fund karriere një farë mënyre. Kjo ishte. Pse është përfill fare këtë sepse gjithë Tirana zien për këtë. Ja, e di, por nuk kemi në këtë nivel. Jo, ti e kam fjalë. Mos mu hap këtu tash si një libër. Jo, për ta mbyllur fare. Po mos na thuaj kështu që dashuri quhet ajo vetëm kanon martesë. Po tash një lloj miqësie ne mos s'duhet ka egzageruar, pra ajo shiko, një dashuri që ajo i ndikoi Aslanit, pati probleme. Absolutisht. Pse vdiq pastaj? Po se dimë po probleme, si mund të vdesë njeriu problemet e tij, nuk është, po pse ti e ke studiuar këtë, e ke marrë me këtë? Po ti se ke edhe si? Jo, nuk është nevoja të jetosh në atë kohë. Po si ke arritur ti, për çfarë? Vdekja e tij është shumë e dyshimt. Sepse ai po jo për kësaj, nuk për kësaj. Po jo, kaloi. Mirë, pse thrisin në tu? Tash ti kalojmë ke librit, lutem se. Jo, vetëm një. Jo, lutem se mos mu hap me sa. Okej, rregull. Nuk më intereson. Po pse thrisin e tu si? Nuk më intereson i dashur, nuk është libri, tema librit kjo. Okej. Tani, ti thua dy binjak edhe për dashfagun. Unë dashfagun isha fëmijë, po e mbaj mend. Absolutisht. Ka qenë 2 basketbollistë, shërbime bënë kështu. 2 voleybollistë të një niveli të jashtëzakonshëm. Po pse binjak? Sepse si binjak kuptimin ishin të dy të një niveli të lartë, të dy shutërë kryesor. Fagu duhet ishte mirë?
Pak më i ri se pra, ky. mi vogël. Të dy lunin Po 50 pra kundërshtar, njëri me Partizanin, tjetri me Dinamon, dhe të dy në kombëtare. Të dy luante Dinamon ndeshjet në kombëtare, merrte Dashin. Partizani luajti me Roinin 73-shin, mori Astarusin. Dhe ishin të dy super miq si dy binjak, në kuptimin figurativ të fjalës. Personalitete të jashtëzakonshme. Foto tjetër? Këto janë mjedisët e Pallatit Sportit dhe drejtuesit. Kryesori një nga administrata ka qenë në Zela, ky i cili ishte njeriu për cilin Pallati Sportit nuk kishte kuptim. Po pse nuk ishte? Sule gjatë që i thonim, ai ishte njeriu që administronte pallatin, për përgjigje për pallatin, Sule ishte simboli i Pallatit Sportit. Foto tjetër? Këtu jemi tash me kampion, me personalitete që i tregojnë një flet libri vet, to janë foto, po në faqen tjetër është. Vëllezrit Fox, këta të Beratit? Po, bravo. Të Beratit, po, bravo. Vëllezrit Dhel, pra. Po, bravo. Mbaj mend. Tani, ajo mundja klasike, ai mos është atje deputeti ai atje? Ja, s'kemi këtu, e kemi në vend tjetër atë, e kemi në vend tjetër. Këtu jemi tash se kemi mundi klasike, mundjet lirë, këtu janë shpërndar. Por shiko, kalojmë sepse këto janë pafund me këto jo, unë kam bërë disa selektime. Kemi Gimfagun, kanë ngjarje shumë të mëdha. E merr Pampuri, pra. Tani ma shpjego pak këtë që ne kemi një kampion olimpik apo nuk kemi? Po, absolutisht po. Atëre kemi një fitues medalje? Po kemi sepse ky quhet, po si quhet? Sepse ky atje u rendit në vendin e them aty, do të jetë në stilin kur ky, por bëhet fjalë këto rezultate ky arriti në Myni. Po, në Olimpiadë. Bravo. Por unë i referohem Pallatit Sportit një farë mënyre, pa rezultatet e arritura në Pallatin e Sportit. Mirë, dakor. Duke u referuar një kampioni i cili ishte nën kampion olimpik, pra kampion olimpik në shtytje. Por që një rezultat i cili pati një lloj problemi. Jo, e kam fjalën ne në Olimpiada botërore. Quhet që kemi një medalje? Po kemi një medalje. Kjo është. Po, kjo e këtij. E vetmja medalje. Po kjo e këtij. Medalja Ari. Po, bravo. Wow. Foto tjetër. Këtu jemi me Dinamon e Çfarë ishte kjo Dinamo? Kjo është një Dinamo e tillë. Historia e kësaj Dinamo është skuadrën e krijoi Harun Dajaka. Një trajner i shtatmendorit, ai e krijoi. Kur në 72-shin, ai që thash 73-shin, Kadir Azbi urdhoi Dinamon, ai e mori këtë skuadër dhe me aftësinë e tij, intuitën e tij, edhe ka pak kohë që ka ndruar jetë, ai mundi të krijojë një skuadër. E jashtëzakonshme skuadër. Mos harrojmë që në lojrat me dorë, nëse futbolli është 11-11 dhe 5 herë ti godet shtyllën dhe nuk e fiton ndeshjen, në lojrat me dorë e ke kundërshtarin përballë. Kundërshtari është 1.90, 1.95, ti je 1.82. Dhe supremacia në kondicionin fizik është e dukshme. Kanë konkuruar në basketbol, pra ne unë kam një admirim, vlerësim të jashtëzakonshëm për lojrat me dorë. Kanë konkuruar me rezultate të jashtëzakonshme me botën. Kështu që ky është një ndër ekipet e famshme të atij Pallatit. I Krishtik Tartarit. Kemi kujtime Krishtik Tartarin, i cili ndroi jetë pak. Po, unë kam sepse kam pas miqësi familjare, mamaja ka pas miqësi me gruan me. Nëse ndroi jetë, kishte apo thjesht mosha, probleme, probleme, por Krishtik Tartari ishte njëri i komunikueshëm, bila ai ma ka treguar historinë që nuk donte ta merrte Dinamon, por e urdhëruan Kadri Azbiu edhe me Xhelkojen. Po këtu janë gjithë përspikatja e këto talenta, apo i ktheu ai në aftësia e trajnerit për të nuhatur. Por shiko Landi, këtu kemi një libër ku janë të gjithë. Këtu janë kampionët ekipet të mëdha. Tani një pyetje kam unë, niveli më i lartë i sportit shqiptar janë ajo e Dinamos së meshkujve që arriti 2 herë në finalet e Championship të voleybollit dhe e Dinamos së femrave 2 herë dhe 3 herë. 3 herë. Një herë shkoi, 2 herë nuk shkoi. Pse 2 herë nuk shkoi? 2 herë sepse i ra me ekipet ruse. Se ajo që shkoi me pra Dinamo shkoi 2 herë, 2 herë shkoi dhe 2 herë nuk shkoi. 2 herë shkoi dhe 1 herë nuk ka shku. Nuk ka shku sepse i ra me ekipet ruse. Nëse ne nuk do ta kishim atë rregull se nuk e din ata që na ndjekin. Ishte një rregull që po të na vinë me skuadrat e Bashkimit Sovjetik nuk luanin. Dhe kush është njeriu që i ka dhënë dorën e parë që ktheu miqsinë? Ela Tase. Me kë? Po kapiteni ruse. Se u dha urdhri, u lejuan që të jepte në Forli, në 90-ën. Po?
Dinamo me Uraloçkën, dhe kapiteni do jepnin dorën. Po, dhe takoi Për herë të parë u leju Elatas. Po për parë nuk lejo kapiteni tjetër. As politikan, asnjëri. Nuk jep të dorën. Po nuk u takonin. Çfarë thoshin ekipi? Nuk shkoje fare. Kurse në Uraloçka u lejua që skuadra të shkonte, edhe të lunte. Dhe dy kapitenët ishin të detyruar të jepnin dorën njëra tjetrës. Dhe Elatas